sot e marrin për talentet madhe politike Belinda Ballukun. Thonë vajti në fier, ktheu rezultatin, thelloi rezultatin për PSON. A thua se Belinda Balluku ka bërë një shkollë strategjisë politike. Do të thonë themel është po i bie kësaj, do të thonë për treguar nivelin e kapacitetit politik saj. Jo, ajo është thjesht ministrja më e pasur, më e korruptuar e qeverisë dhe duke pasur mekanizma shumë të fortë klientelisë, si drejtuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ka mundësinë të blej vota dhe shantazhojë më shumë se ministrat e tjerë. Pra nuk është eksperte e fushatave apo politikane karriere, është thjesht një person i padh dhe i korruptuar që pushteti i madh dhe para e jashtëzakonshme e kanë bërë që të fitojë zgjedhjet në fier. Ashtu si kundër për të njëjtën arsye, Edi Rama e çoi në drejtim të fushatës Tiranës. Jo edhe njëherë si Belinda Balluku nuk është mjeshtre e komunikimit publik, nuk është strategja e njohur ndërkombëtarisht i fitimit të fushatave. Jo, në Shqipëri zgjedhjet fitohen me lek, zgjedhjet fitohen me presion dhe Belinda Balluku deri tani ka qenë personi që ushtronte më së miri këtë politik kalbur.